Miq të Media Ngjallja, kemi ardhur sot në fshatin Shtrëmen. Në fakt për mua është një qytet me njerëz të mrekullueshëm, me njerëz punëtor, me njerëz të dalluar në të gjitha fushat, por gjithashtu edhe me një vend të cilin ne kemi bërë të njohur për shkak të kulteve të besimit që gjenden këtu në këtë fshat. Sot në fakt nuk do të prezantojmë kultet as kishat që po restaurohen, por pikërisht sot do të flasim për kampionin e botës në peshngritje. Do të flasim për një nga kampionët që e kanë ngritur lart flamurin ton kombëtar. Bëhet fjalë pikërisht për kampionin e peshngritjes, për zotin Briken Calja. Briken Calja është një nga figurat më të shquara të sportit shqiptar, një emër që identifikohet prej vitesh me suksesin, sakrificën dhe krenarin kombëtare në peshngritje. I lindur në Shtrëmen, pranë qytetit të Cerrikut, ai nisi rrugëtimin e tij sportiv me përkushtim të jashtëzakonshëm, duke u shndërruar me kalimin e viteve në një kampion të padiskutueshëm në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjatë karrierës së tij brillante, Briken Calja ka fituar titull kampion kombëtar, kampion Ballkani, si dhe ka përfaqësuar Shqipërinë me dinjitet në kampionate evropiane dhe botërore, duke ngritur lart flamurin kuqezi dhe duke e bërë vendin krenar në arenën ndërkombëtare të sportit. Performancat e tij janë dëshmi e disiplinës, vullnetit të hekurt dhe dashurisë së pakushtëzuar për sportin dhe atdheun. Kontributi i tij nuk është vlerësuar vetëm në pistën sportive, por edhe nga institucionet më të larta të shtetit shqiptar. Ai është nderuar me titullin qytetar nderi, si dhe nderi i Qarkut Elbasan, përfaqësimi i respektit dhe mirënjohjes së komunitetit ndaj figurës së tij. Po ashtu është dekoruar me urdhrin e flamurit nga presidenti i Republikës, me yllin e mirënjohjes publike nga kryeministri i Shqipërisë dhe me urdhrin kalorës i Skënderbeut, një nga dekoratat më të larta shtetërore. Në një dimension tjetër të shërbimit ndaj vendit, Briken Calja mban edhe gradën kolonel i forcave të armatosura të Shqipërisë, duke mishëruar lidhjen mes sportit, disiplinës dhe shërbimit ndaj atdheut. Për të gjitha këto arritje dhe për kontributin e jashtëzakonshëm në zhvillim dhe promovimin e peshngritjes shqiptare, ai mban me merit titullin Nderi i peshngritjes shqiptare. Briken Calja mbetet një shembull frymëzimi për brezat e rinj, një simbol i punës së palodhur, karakterit të fortë dhe dashurisë për Shqipërinë. Miq të Media Ngjallja, jemi në palestrën ku stërvitet kampioni i botës në peshngritje, zoti Briken Calja. Në fakt për mua është një gëzim shumë i madh, një bekim njëkohësisht që ky djalë, ky biri i këtij vendi, kësaj qytete të mrekullueshme pranë Elbasanit, pra qyteza e Shtrëmenit, ka nxjerrë këta kampion. Në fakt dua të ndaj me ju të nderuar miq edhe një dëshirë të kahershme të xhaxhait të vet. Një njeri i cili besonte fort se një ditë nipi i tij, Brikeni, do të bëj kampion bote. Briken, unë të falenderoj shumë që pranuan sot, e di që jeni shumë i zënë me këto angazhimet, por për ne, si media e kishës ortodokse autoqefalet e Shqipërisë, është një gëzim shumë i madh që jemi me kampionin e botës sot. Faleminderit radhë parë që jeni prezent këtu në ambientin që unë servit, më është radhë parë shkënaqësi, absolutisht që nuk kam pjesën e bezdisjes, sepse është për gjitha është pjesë, është media e kishës që është besimi që unë besoj asuni shumë, të falenderoj që jeni prezent sot këtu. E ndava pak më parë që xhaxhai besonte që një ditë do të bësh kampion bote. Kur arrit kjo ditë, çfarë ndjeve? Faktikisht xhaxhai ka qenë një ndër nismëtarët e parë që më ka shtyrë domethënë për të nxitur që unë të filloj sportin e peshngritjes, sepse realisht e ka qenë le të themi i vetmi sport që ishte në fshatin në Shtrëmen dhe ai ishte nisma që unë kam filluar peshngritjen dhe normalisht që kur arrin që të ndjesh që të ngjitësh shkallët që të shkosh ke kampioni, flasim ke kampioni i Shqipërisë, është një kënaqësi
e jashtëzakonshme, sepse po flasim për vitet në 2004 që unë kam dalë për herë të parë kampion, që konkurenca ka qenë shumë e madhe, thuaj se është të parafërsosh me europianët sot në moshave, do më aq konkurencë ka pas, normalisht që ka qenë kënaqësi e jashtëzakonshme, ka qenë dhe mosha koha, domethënë ka qenë një privilegj shumë i madh që të në gjithë shkallët e kampionatit kombëtar. Pastaj janë dhe shkallët që kemi një Ballkanin, Europën dhe kemi arrit dhe kampion bote. Po prindrit Brikeni si janë ndjerë kur edhe djali i tyre tashmë është një kampion bote? Normalisht që çdo prind ndjen ato pjesën e kënaqësisë dhe ndihet krenar për fëmijën e tij që të arrijë gjithë majt, është një ndjenjë e papërshkruar për çdo prind, sepse sot jemi prindve dhe e kuptojmë të gjithë pjesën e krenarisë dhe normalisht që çdo prind ndihet krenar për fëmijën. Keni ju në fakt keni dhënë shumë intervista për gjitha mediat e mëdha të vendit tonë, por edhe sërish u gjej mundësi dhe hapësirë, ju falenderoj që na mirëpritet sot. Në fakt dua të di si nisi kjo dëshirë, domethënë. Kur e kuptove që Zoti kishte një dhuratë të veçantë për Brikenin, i kishte dhënë një talent të veçantë që e quajmë neve në kish. Tasia që për të arritur rezultat normalisht ishte ajo shtysa e parë që ishte, domethënë që dola kampion, sepse në 2001 eri nisa startin e ekipit në Shtrëmenit dhe aty ka filluar gjithçka dhe normalisht që ndasia nduket pak në pjesa e rezultateve dhe ajo është treguesi më i mirë dhe i qartë, domethënë që kishte premisa për të vazhduar shumë larg. Kush të mbështeti në fillim fare Brikeni? Pa diskutim familja. Familja ishte para që të mbështetën. Tashmë ju keni dhe miqtë tuaj që qëndrojnë pranë. I keni afër, i keni në stafin tuaj, trajnerin tuaj, por keni edhe mikun tuaj të ngushtë, Vanini dhe Geraldin, cilët unë i njoh prej shumë vitesh. Prej shumë vite që u kemi qenë në katekizëm këtu në qytetin e Shtrëmenit që nga viti 2004. Por në fakt kam parë që e diskutoj dhe me atë Petrën që kemi klerikun e famullisë këtu në Shtrëmen dhe i them që kur bëjnë këta tre djem bashk, bëj çuditëra dhe në fakt i keni bërë shumë gjëra të bukura për të vend. Me Vaninin dhe Geraldin ne kemi nisë një lloj marrëveshje, le ta themi, në vitin 2017, fiks 8 vite më parë, që ka qenë starti, më jemi kohë fiks tani me këto momente që ne flasim, janë bën fiks 8 vite. Pas kampionatit botror që ishte në Amerikë, ne jemi ulë në Shtrëmen, me kafe dhe kemi lënë një marrëveshje për të vazhduar të punosh në T3. Dhe ja ku jemi sot po flasim për kampionin e botës, për kampionin e Europës, për rekorde si sportisti më i mirë i së fundmi i Ballkanit dhe po flasim për rezultate që janë në histori dhe do të mbetë një trashëgimi e padiskutueshme sportit shqiptar. Pa diskutim që të tre kemi bë histori suksesi dhe kjo vlen për të theksuar dhe duhet pa diskutim një çështje që të preket në gjithë sportin shqiptar dhe një mirënjohje nga të gjithë për rezultatet. Tani dua Briken të përmendim pak edhe çfarë titull kemi fituar. Unë të kam ndjekur personalisht, gjithmonë atë Petro më dërgonte videot kur ti shpalleshe merja të medaljen e Arit, gëzoheshim, padyshim që gëzoheshim, por dua të dim edhe ata që na ndjekin tani, çfarë ka fituar Brikeni deri më tani. Duke filluar nga kampion kombëtar për 21 vitesh në këtë moment që flasim, kampion Ballkani, kampion Europe, kampion bote dhe i 4 lojët olimpike, mos harrojmë dhe barazimin e rekordit olimpik që është një ndër rezultat më të mëdha shqiptare. Keni pasur në një Brikeni në një model, në një sepse Shqipëria ka qenë e njohur për peshngrica, ka kaluar, ka njohur historia jonë shumë peshngrica në këtë sport, pra njerëz të famshëm. Keni në një që juve kanë nxitur që e keni pasur po them si një model. Ndër sportistët shqiptar ka qenë Ilir Suli, sepse kohën që unë kanë nisur startin e ka qenë një superstar dhe ka qenë një ndër sportistët më të mirë që ka pas Shqipëria dhe një ndër më të mirë që ka pas Europa. Normalisht që ka pas dhe shumë sportista, ka qenë dhe
Piro Dhima, që ka qenë pjesë që e ka nisur startin në Shqipëri dhe pavarësisht të rezultatet që ka bërë në flamurin grek, por gjithçka ka nisur Shqipëri dhe ka qenë një ndër nxitse mirë për të vazhduar karrierën. Sot Brikeni ku është peshngritja shqiptare? Në çfarë nivelesh është? Momentalisht që flasim ka një rendiment mirë, sepse po flasim për medalje kampionat botror dhe normalisht që është federata më e suksesshme sot për sot në Shqipëri dhe është numër 1. Flasim. Kam parë dhe kam dëgjuar që edhe shteti ka një lloj tjetër interesimi ndaj jush. E ka treguar këtë për kujdesjes, çfarë ndodh keni? Keni një suport për gjithë, sepse i keni dhënë vendit tonë gjithë emër, gjithë famë. Jo vetëm në Ballkan, por edhe në Evropë, edhe në botë. Është mirë që e përrin këtë temë, sepse sot që ne flasim është qeveria shqiptare ka mundësuar një ndër ligje më të mirë të paktën për pjesën e shpërblimit, është një ndër më i mirë, mos më i mirë në Europë. Dhe kjo vlen për një falënderim të veçantë të paktën për kryeministin, sepse ai ka qenë një ndër nxitësit dhe nismëtarë i kësaj, i këtij ligji. Dhe duhet një falënderim për të dhe çështja mbitorë është pjesa e gradimit, sepse ligji pas marrë një medalje, domethënë mundësohesh që ti jesh pjesë e forcave traumatose dhe unë sot që ne flasim kam gradën kolonel. Dhe kjo është shumë organizohemi shumë për këtë gjë, Brikeni. Cilat janë ëndrat, cili është vizioni i Brikenit? Ju do vazhdoni me këtë sport, siç ju vazhdoni, po çfarë ka tjetër ëndër Brikeni? Çfarë nuk e arritur të thep deri tani? Ëndra Brikeni më e madhe është medalja olimpike që ka qenë 2021 që jo gjithçka, nuk kishte edhe momenti dhe koha dur pavarësisht formës time. Ishte stili shkëpull që unë ishe aty që kishe pjesën tim më të fortë, ishte momenti që më la pas dhe humba medaljen olimpike për 1 kilogram dhe ajo ka është pengu i jetës time. Edhe tani, çfarë synon të arrish tani? Brikeni thuaj se ka arrit gjithçka, sepse kelore olimpike kam barazuar dhe rekordin është një ndër pjesë e plotësimit të historisë time, sepse ndërsa kam arrit majën e botës, jam i plotësuar, por do t'ja lëm kohës dhe momentalisht po flasim për rezultatet dhe së shpejti kemi edhe kampionatin evropian që uroj që të arrijë sërish të rekordin evropian. Do të ishte dhjetori 2025-s, fillimi dhjetori që do të kurorëzoheshit sërish me çmime. Çfarë ishin këto garat që u bën tani së fundi? Së fundi ishte kampionati ballkanik që u zhvilluar në Shqipëri pas 25 viteve që ishte pezull Federata Ballkanike. Ishte kampionati në Shqipëri dhe arrita që të merre 3 medalje të arta dhe 3 rekorde ballkanike, mbi të gjitha dhe sportisti më i mirë i kampionatit ballkanik për 2025-ën. Keni ku ngrini flamurin shqiptar, sepse ju përfaqësoni Shqipërinë. E keni marrë, si thuash, si kanë reaguar edhe bashkëkombësit tanë? Si janë ndjerë? A u shkruajnë? A i vlerësojnë për këtë gjë që keni bërë? Normalisht që po t'i vëmë të pak në kampionat ballkanik së fundi ka pas një interesim shumë të madh nga të gjithë shqiptarët dhe një mbështetje jashtëzakonshme dhe gjej rastin për t'i falënderuar dhe jam mirënjohës për të gjithë suportin dhe vlerësimet e tyre. Brikeni, ju ndoshta mund të ishte larguar nga vendi, sepse edhe aftësitë tuaja dhe duke qenë se kuptuat që mbas ju është fshihej një gjë e madhështore. Pse vendosët të qëndrojnë në Shqipëri? Absolutisht, me asnjë lloj moment nuk e kam menduar që të ndjek karrierën time në një shtet tjetër. Është gjëja e fundit që unë e kam menduar dhe nuk absolutisht. Jam shumë i gëzuar. Jam strikt me këtë pjesë dhe falë Zotit jemi këtu në Shqipëri dhe po flasim për titullin kampion bote që e kemi dhënë Shqipërisë. Edhe Shtërmeni përveç këtyre njerëzve punëtorë të mrekullueshëm ka njerëz shumë patriotë që e duan këtë vend. E duan shumë këtë vend. Normalisht po. Brikeni, ju jeni dhe një bamirë, se themi, bashkë me miqtë tu, bashkë me Geraldin, me Vanilin.
ndihmoni dhe kishën, edhe kishat që po restaurojnë këtu në Shtrëmen. Sa u ka ndihmuar besimi, apo a ka pasur një rol në jetën tuaj? Normalisht që çdo njeri besimi është pjesë që e plotëson të gjithë kënaqësinë e të marrit dhe të dhënit diçka, dhe kjo është mbi gjitha është kënaqësi, absolutisht nuk e ndjas detyrim, është kënaqësi e imja. Edhe ta mbyllim me një urim, me që jemi në prag të Krishtlindjes. Një urim për shqiptarët në përgjithësi, për gjithë shqiptarët, kudo ku ata jetojnë. Uroj që viti që vjen në 2026 të jetë një vit i begat dhe një vit i mbar për gjithë familjet shqiptare, dhe uroj që Zoti t'i bekoj me lumturi dhe shëndet. Amin. Se kjo është mbi gjitha më e rëndësishme. Ne ju falenderojmë shumë. Faleminderit. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që jemi së bashku dhe këtu pikërisht vim në këtë palestër kaq modeste, por palestër nga këtu nga ka dalë një kampion i madh. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, kënaqësi është. Ne sapo përfunduam bisedën me kampionin e botës, me zotin Briken Calaj, dhe tani jemi me Geraldin, me trajnerin e tij. Në fakt doja që edhe Geraldi të ndajë disa fjalë, disa momente në lidhje me kampionin dhe me gjithë ato që janë arritur për gjatë këtyre viteve. Faleminderit për intervistën. Ky rrugtim me Brikenin dhe me Vaninin ka nisur në 2017-ën. Duke qenë unë si ish kapiteni i ekipit ku kemi qenë bashkë dhe një informues i mirë i sportit të peshqëngritjes, dhe Vanini duke qenë dashamirës i sportit të peshqëngritjes edhe një tifoz personal i Briken Calës, në thonjza bëm një marrëveshje të tretë, duke parë që Brikeni vite me radhë po kalonte një periudhë të keqe në sportin e peshqëngritjes, dhe bëjmë një marrëveshje që ta drejtonim ne në vitet në vazhdim. Duke bërë stërvitje dinjitoze të tre bashkë dhe rezultatet erdhën shumë shpejt, 4 muaj më vonë, duke u shpallur kampion Europë i 3 fisht, një rekord i ri për Shqipërinë. Këto vazhduan vitet e tjera me radhë, duke dalë në kampion Europë në Gjeorgji, duke dalur në vend të dytë në Rusi, në lojrat olimpike, një rekord tjetër, një vend i 4 për Shqipërinë ato vite, dhe së fundmi kampion botë dhe kampion Ballkani. Shpresojmë që vitet që na vinë, Brikeni është akoma në gjendje për të vazhduar sportin e peshqitjes, edhe ne shpresojmë që mos e mbyllim me këto medalje, po t'i shtojmë akoma këto medalje në CV-n e Briken Calës. Ju përgëzojmë për gjithë edhe ndihmën që ofroni pranë kampionit, edhe shpresojmë me të tjera medalje bashkë me kampionin ton, por edhe me Vaninin që jeni, sepse s'dua t'u ndaj nga njëri tjetri, sepse dua që të vazhdoni të mbeteni miq që ta mbështesin njëri tjetrin, dhe pse jo dhe kampion të tjerë, sepse Shtrëmeni gjithmonë ka pasur këtë sport, e ka dashur shumë, dhe shpresojmë që edhe brezat që na vinë të ecin në këtë udhë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë.